Merita, si është të punosh me vajzat e bukura në ekran? Të punosh me vajzat e bukura në radhë të parë është kënaqësi shumë e madhe. Se gjithmonë kur ti shikon një vajzë aq të bukur, aq të kompletuar, ti nuk ke nevojë shumë të eksplorosh të make-upi ose tek fustanet, tek të gjitha ose tek nuset, nuk ke nevojë shumë të eksplorosh, sepse ja ka fal Zoti bukurinë. Çdo vajzë është e bukur në mënyrën e të sjellurit. Patjetër. Nuk po flasim vetëm për pamjen fizike, por edhe për vlerat që vajzat përçojnë. Patjetër, nëse një vajzë është e bukur, është puna bëhet dhe më e lehtë, por nëse një vajzë është edhe e shpreh atë talentin e vet, duke biseduar me mua, e duke thënë që dëgjoj se un kam besim te ti, edhe nuk kam nevojë fare, mund të bëj gjithçka, ajo ta lën në dorë dhe un mund ta bëj mund ta shpreh talentin edhe më mirë. Merita, këtë ke treguar më së miri sepse shumë revista prestigjioze dhe botërore kanë shkruar për ty, por ne më tepër se për të parë për mënyrën se si ti e kuron një vajzë të bukur ose një vajzë që martohet në ditën e saj të dashurisë dhe të ditën e saj më të ndjeshme në jetë, ne duam të dim kush kanë qenë 3 labirintet e jetës tënde që ti nuk i ke zbërthyer në asnjë emision tjetër. Ne e dim që shpesh të kanë ftuar labirintet, po themi ato vështirësitë e mëdha, ato që ti t'inspirosh vajza dhe gra që mos të dorëzohen. Ky është mesazhi që ka kryesisht labirint në trup. E kuptoj. Joy, të them se gjatë rrugtimit tim kam aq shumë gjëra për të thënë që ndoshta me një emision nuk i themi dot të duhen orë të tëra. Sigurisht. Po ne do themi thelbin. Yes, duke menduar se sa sakrifica, duke menduar se sa kam sakrifikuar për të arritur këtu ku jam, edhe akoma nuk e ndjej veten të përmbushur aty ku duhet, sepse çdo ditë neve avullojmë edhe më shumë, duke punuar e duke kërkuar sa më shumë, por të flas për veten time, për shumë njerëz që më njohin e dinë që ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, sepse unë gjithmonë kam qenë e vetme, pa një mbështetje, që do të thotë pa një partner, kam rritur një djalë që jam divorcuar shumë e re, kam rritur një djalë edhe fal fuqisë femrës, si jemi ne femrat që nuk dorëzohemi kur, jam munduar në çdo çast që të bëj të pamundur për fëmijën tim, për familjen time, që tashmë ju e dini, jo vetëm fëmia im, por është mami im, janë njerëz të familjes time, që un kam përgjegjësi të mëdha dhe gjithmonë kam menduar, edhe kam ecur një hap para, kam menduar që jam dorëzuar, i kam thënë vetes show se ti nuk dorëzohesh kur, kam pas aq shumë sakrifica në jetë që kur i shikoj femrat që thonë jam lodhur, se bëj dot këtë, s'mund ta kaloj këtë pozitë që më ka rënë tani, unë çuditem edhe i them gjithmonë, unë nuk e di si nuk inspiroj ju të vajzat, të gratë që vuajnë aq shumë. Për shembull, më merrni shembull mua, unë kam filluar shumë re në rrugtimin në parukëri, kam qenë shumë e vogël, edhe nuk është se isha e talentuar, isha nga një kurs 1 vjeçar, edhe fillova rrugtimin tim me aq sa dija, duke i dhënë vetbesim vetes, edhe fal gjithë atyre që më kanë rrethuar, dhe më kanë dhënë vetbesim për të ngritur, sepse edhe fal gjithë klientëve që mua më kanë vlerësuar punën, ashtu siç e dija në fillimet e para të hapet e mia, sepse kishte momente që unë isha dhe e vogël edhe u friksoja, do thoja, oh my god, unë se bëj dot këtë, si do ta bëj? Prap thoja, hajt se ti e bën. Edhe kisha njerëz shumë pozitiv rreth vetes që më thonin, po ti je shumë mirë, je talentuar, pse friksohesh, se isha shumë e vogël. Pra së pari ti ke motivuar veten, pastaj patjetër, sepse realisht në atë kohë, kur isha aq e vogël, nuk kisha shumë njerëz pozitiv rreth vetes, jo që nuk kisha njerëz, po isha nga një divorc i sapo i divorcuar, edhe e mora guximin të bëja edhe herë kursin e parukërisë, edhe të filloja nuk kisha as shoqëri të zgjeruar, nuk kisha as njerëzit që të ishin në atë nivelin e asaj që kërkoja unë, më shumë më shtynin mbrapsht, jo ti je vogël, ti s'do e bësh dot, qëndro, merre veten pak, si je shumë e dërmuar nga një martesë dhe dështuar, edhe unë vetëm këmbguljen time kam arritur gjithsesi, edhe fal gjithë atyre që më kanë mbështetur, gjithë vajzave, gjithë grave, gjithë atyre klientëve të mia që më kanë, unë mendoj që ato çdo ditë më shumë më kanë ngritur nga pak, si thon, sepse e vetëm aty asnjëherë nuk ngrihesh. Pra, edhe ti ke inspiruar, por edhe ty të kanë inspiruar. Patjetër që po. Patjetër që po. Edhe fal vajzave, domethënë që nuk dua që ta përmend edhe këtu te ti që do thuash ti është vajza juaj. Unë ka qenë kënaqësia më e madhe kur kanë filluar fustanet para 12 viteve, që kisha Aurela Marashin, që është një nga femrat më të bukura për mua në Shqipëri e kudo.
për syrin tim në Shqipëri, në Europë, kudo. Daj të njëjtin mendime ty Verita. Po, edhe aty kam kuptuar që çdo sakrificë vlen. Kur bëra koleksionin e parë të fustanëve në Seris, edhe thoja, "Ma vetëm Oriola duhet mi veshë këtë fustane." Tani nuk duam fare të bëjmë reklamën as fustaneve as të Oriolës, sepse është podcasti Labrinti Tru Gjoja. Okej. Kemi edhe dy pyetje të tjera për t'ju përgjigjur. Okej. Jam shumë strikte sepse dua vetëm për jetën tënde. Nuk fare, nuk do futemi fare te biznesi as te Oriola as te vajzat e bukura. Ajo që më intereson mua, kush ka qenë marrëdhënia jote me djalin tënd dhe ne në emisione tjera kemi pasur një rubrik këshilla për nënat që rrisin fëmijët e vetme. Sa herë ke hasur vështirësi, sa herë ke thënë që unë nuk ja dal të arrisë vetme, unë do dorëzohem, unë nuk mundem t'i plotësoj çdo dëshirë këtij fëmije, nuk mundem të arsimoj dhe unë e di fort mirë që ti nga Shqipëria je larguar vetëm që të mirë arsimosh djalin tënd. Te kjo pjesë mua më intereson më shumë se sa te biznesi, sepse për biznesin është më e rëndësishme se gjithçka që të njohin të gjithë. Kjo është më e rëndësishme se dhe jeta jote private na intereson më shumë se gjithçka tjetër. Po, më e rëndësishme se gjithçka fëmia është dhe familja. Këtu ke të drejtë edhe për mua, domethënë normalisht se gjithë nënat ka qenë një sakrificë shumë e madhe, se djali im ka qenë vetëm 8 vjeç kur unë jam divorcuar, edhe ka qenë një sakrificë shumë e madhe që unë të punoja non stop për të arsimuar, për të plotësuar kushtet, fal dhe familjes time, babit tim, familjes time, po u mundova me gjithë sakrificat e mia për të bërë të pamundën ta shkolloj, edhe ka desh Zoti që unë kam pas ideal shumë të mbar. Kjo ka qenë një nga arsyet që mua ndoshta edhe më ka bërë pak më të fortë, ka qenë një ideal i shumë i kulturuar, edhe kur nuk më ka krijuar probleme që unë të shkoj në atë vështirësi që s'mundja dal dot për arsye të fëmisë, absolutisht jo. Unë kam punuar me mish e me shpirt për të arritur fëmijën e familjen time, por jo që të kem probleme nga djali, edhe arsyeja pse jam larguar nga Shqipëria, nuk jam larguar 100% edhe në Shqipëri edhe në Dubai. Kjo është arsyeja që fëmia im të iki larg, jo që vendin tonë e duam absolutisht po sa më larg menduar për një të ardhmë më të mirë. Po. Mirë Merita. Jam shumë e lumtur se tek Merita ne shohim vërtet modelin e nënës shembullore, e gruas së hekur shqiptare me shumë dëshirë për të ecur përpara, me shumë ambicie, me shumë vullnet dhe përkushtim. Prandaj Denisa e lidhëm këtë temë më shumë me djalin, me familjen. Unë e njoh fare mirë jetën e Meritës që ajo kontribon për prindërit, për vëllezërit, për motrën, për djalin. Kush janë disa këshilla që do ju jepje mikeshave të tua se si të rrisin një djalë model në shoqëri dhe se si mos të dorëzohen kur djali shpeshherë ose vajza të bën veprime që ti nuk do i dëshiroje, sepse jo çdo fëmijë është perfekt, E kuptoj, patjetër. Ka momente që çdo prind mërzitet me fëmijën e vet, dua ta arrish këtë, pse e bëre këtë, po jo pse s'e bëre këtë. Është normale, se asgjë nuk shkon vaj në çdo familje, absolutisht.